Për së drejti në ekranin e Ora News, një protest kundër çmimit të naftës ishte thirrur sot në Tiranë, por duket se ajo nuk do të mbahet. Për të mësuar shkaqet, do të lidhemi me njëherë me kolegen Fiorenca Cana, e cila do të na përcjell kështu detajet. Fiorenca, mirëmbrëma, cilat janë arsyet e mosmbajtjes së kësaj proteste apo dështimit të saj? Përshëndetje si Klajda, atëherë siç e vetë theksove, tani në orën 17 ishte njoftuar një protest këtu përpara kryeministrisë kundrejt rritjes së çmimit të naftës, pasojë e luftës në lindjen e mesme që e ka sjellë edhe këtë gjë, dhe thirrja ishte shpërndar përmes rrjeteve sociale masivisht dhe as organizatorët apo protestuesit nuk janë paraqitur këtu përpara kryeministrisë për ta mbajtur këtë protestë dhe me atë çfarë kemi mësuar deri tani, çmimi i naftës në vend ka shënuar një rritje pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundrejt Iranit dhe çmimi i naftës aktualisht në Tiranë shkon mesatarisht në 214 lekë, ku edhe qeveria ka vendosur gjithashtu rikthimin e bordit të transparencës, një mekanizëm ky që do të vendosë çmimin tavan të shitjes së karburantit në vend. Ndërkohë Partia Demokratike nga ana tjetër ka dalë me propozime për masa ligjore që përfshin edhe uljen e taksave në vend për çmimin e karburantit dhe ndërkohë në orën 18 këtu mbrapa shpinës time, ashtu siç ndodh zakonisht, Partia Demokratike do të mbajë edhe foltoren e saj, ku kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha do të flasë në lidhje me protestën që u mbaj ditën e dieshme, po edhe mesazhit që ka për të përcjellë në lidhje me atë që siç e quan ai krijimin e një qeverie teknike apo largimin e kryeministrit Edi Rama nga pushteti. Pra grumbullimi duket i foltores së Partisë Demokratike dhe jo pikërisht e kësaj tematike që përcollen. Po, nga ajo që shihet, ndoshta janë edhe kushtet atmosferike ato që kanë ndikuar, pasi her pas here kemi edhe rreshje të lehta të shiut, por nga protestuesit dhe organizatorët nuk u pa të ishin këtu përpara kryeministrisë, ku edhe kishin njoftuar që do ta mbanin protestën kundër rritjes së çmimit të karburantit, siç edhe theksova.